Assalamu alaikum. Vëllezër dhe motra të dashur që kërkoni këtesine. A keni ngjerë ndonjë herë atë moment të veçantë ku, përkundër kaosit që gjurëthon, zemra juaj mbetet plotësisht e kete? Kin gjengje e rallë, këgjo këtesi e brendshme që ndonjë herë duket se najken. Sot se bashku, do të zhitim në të helbte pasurise me të cmuar që mund të kete një besimtar. Kete këtesi shpirtërore që sfidon çdo logjike tokësore. Nëse edheshu kërkoni kete pake që kalon për ta I vështirësive të jetës së përditshme. Këndroni deri në fund të këtij video. Do të zbuloni se si të transformoni provat tuaja në bekime. Imagjinoni një moment. Të nëse që do pengese në rrugën tuaj nuk ishte një dënim, por një dhurate. Jo një barriere, por një dere. Në surën Al-Baqara, Allahu thota: ndoshta nuk ju pelkën diçka, kurse ajo është mire për ju. Dikind ingjezete, ishtate. Këgjo mensuri hijnore nafton të rishikojme plotësisht mënyrën tonë të shikimit të sprosave. Ashtu si një artizan kë polon një gur të cmuar. Çdo vështirësi që kalojme mund të shetë dora e Allahut që formon shpirtin tonë për të zbuluar bukurina e të gjte vërtete. Profeti Muhammed në meson. Madhështia e shpërblimit shkon paralelisht me madhështinë e sproves. Ki kënd veshtrim ndryshon radikalisht mënyrën si I afrohemi sfidave. Pjeqe për ju. Kur vështirësite ndodhin në jetën tuaj, I shihni ato si pengesat e pakalueshme apo si mundesi hijnore? Kur valet I jetës rritën rreth jush, cili është strehimi juaj. A nuk është me përmendjen e Allahut që zemrat gjegjnë këtesi. Sura 3 e dimbed gjeta e vigje e tete. Ki premtim hijnor nuk është thjesht një fjale e bukur, është një realitet I prekshëm për atë që I dorëzohet plotësisht. Në lutje, diker të dorezim ndaj vullnetit të taj, zbuloni një këndrueshmëri të patunshme. Mendoni për shpelen e Taurit, kur armikta ishin disa hapa larg profetit dhe Abu Bakr. Përballesh këtesimit të shokut të tij, dërguari I Allahut të ketof gjallet e pavdekshme. Mos u trishto, Allahu është me ne, nënte I gjashta e gjashta. Këgjo siguri e telle e pranise hijnore është, ajo që dallon besimtarin, ma gjene momentet me te e rreta. A keni vene re këto momente kur gjithçka duket si rreshtohet në mënyre të përkryer në jetën tuaj. Ashtu sikur një rruga e padukshme të ndriçohej papritur përpara jush. Kurse ai që vendos besimin tek Allahu, ai I mjafton atij. Kurani Fakara e 5 ajeti I 3. Ki besim I plote, tawakkul nuk është pasivitet, por një forse e jashtëzakonshme. Ju beni përpjekjet e nevojshme ndërkohë që e pranoni se Allahu është e që hap djerë. Si shi që bie natyrshëm mbi gjeto këtej e tyr, bekimet hijnore depërtojnë në jetën e atij që I beson plotësisht krijuesit të tij. Profeti ka thënë: nëse besoni plotësisht tek Allahu siç duhet, ai do të ju sigurojë ashtu siç siguron zogshte. Merrni një moment për të reflektuar. Kur e keni ngjerë këtë lëvizshmëri hijnore në jetën tuaj. Këto momente kur gjithçka është vendosur pa ndonjë përpjekje të dukshme. Çfarë gjustin të ekni përpara? Edhe kur askush nuk I sheh përpjekjet tuaja. Per besimtarin, përgjigja është e qartë. Gjengja që Allahu sheh gjithçka. Ki motivim I thelluar në besim. Ikhlas transformon magje edhe veprat me të zakonshme në adhurim. Veprat vlejnë vetëm për kellimet e tyre. Gjo mensuri profetik e zbulon fukine e një kellimi të pastër. Imagjinoni zemrën tuaj si një burim ugji të pastër që buron nga lidhja juaj me Allahun. Ki burim ushken energjinë tuaj, pasionin për kushtimin, gjo për miren gjohjën e njerëzve, por për kënaqësinë e Allahut. Të veproni sepse Allahu do të shohe veprën tuaj, ashtu si dhe dërguari I tij dhe besimtarët. Nënte, një kindi pese. Ki motivim shpirtëror është I lehtë por I fuqishëm. Ai nuk shteron në kërkimin e rezultateve të mengjëhershme.
sepse është I theluar në një besim të plotë në drejtësinë hijnore. Setili prej jush ka dhurata unike. Aftësi të veçanta që krijuesi ju ka besuar. Këto talente nuk janë fryt I rastësi se. Ato janë mjete hijnore të destinuara për të ju afruar me shumë Allahut dhe për të shërbyer njerëzimit. Njerëzit me të mire janë ata që janë me të dobishëm për të tjerët. Kjo fjale profetike ndrison kellimin e aftësive tuaja. Si hena që ndrison natën ose lumenjtë që u shkejnë token, duratat tuaja kanë një rol të kaktuar në rendin hijnor. Pyetje e rendësishme. Cilat janë talente që Allahu ju ka besuar? Si I përdorni ato për ta shërbyer atij? Për të ritualeve dhe praktikave. Shpirtëroriteti I vërtetë qëndron në këtë marrëdhënie intime me krijuesin tuaj. Unë jam aferde përgjigjem thirrjes se atij që lutet për mua. Fjalori I dite, fakja e njekin të tekqashta. Ki premtim hijnor ndryshon perceptimin tonë për vetmine. A keni ngjere ndonjëherë këtë paketë të thelle gjatë luçjes. Ai moment kur zemra juaj duket se këtë sohet sikur të ishit përkafuar nga mëshira hijnore. Allahu është me afër robit të tij se vena jugulare. Kjo realitet transformon radikalisht perceptimin tuaj për botën. Lidhja e vërtetë shpirtërore kalon për të I praktikës së thjeshtë. Ajo manifeston çdo frymë margje. Çdo shikim që bën mbi kryimin. Çdo moment falendrimi. Kur ekni me sinceritet në rrugën e Allahut. Drita juaj e brendshme ndritson natyrshëm. Pa përpjekje, pa ndonjë ekspozim. Kushdo që bën një të mire e të sikur pesha inje atomi do të shohe. 97. Ki premtim kujton se edhe veprat tuaja me të vogla të mirësi se kanë një vlerë të madhenesite e Allahut. Si një pike uji që krijon rrethana për kark një likeni ta këtë. Veprimet tuaja të sinqerta krijojnë, ndikime që kalojnë për të kuptimit tuaj. Profetika thënë. Kush tregon një rruga të mire do të marrë të njëjtin shpërblim si ai që e njeh atë. Çdo mire që frimezoni tek të qeret kthehet si një bekim shtese. Megjithatë, më bani parasysh këtë paralajmërim profetik. Kush vepron për shfaq që nuk do të ketë shpërblim nga Allahu. Pastrimi I kelimit është selesi I një ndikimi të qëndrueshëm. Në për rrugikat e ndërlikuara të jetës, dishimet do të shfaqen pa gjetër. A jam une në rrugën e duhur. A kam berez gjetjet e duhura. Per atë që e vendos besimin tek Allahu, këto pasiguri shpërndahen gradualisht. Tawakkul, ki besim I plotë tek Allahu, nuk eliminon vështirësitë, por transformon mënyrën se si I perceptojmë ato. Mendoni për Mariam, vetëm dhe I dëshpëruar të cilës Allahu I tha. Lëkund pishtin e palmës drejt të zhe. Të njëjta, e 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 njëjta, e
njëjta, e njëjta, e njëjta, të njëjta, e njëjta, e njëjta, e njëjta, të njëjta, të njëjta, e njëjta, e njëjta, të 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 njëjta, e njëjta, të njëjta, të njëjta, të njëjta, të njëjta, të njëjta, e njëjta, të njëjta, të njëjta, e njëjta, të 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 njëjta. Ky moment ilustron për krijer balanse mes përpjekjeve personale të besimit në Allahun. Kur e keni me kete besim, muret behen ura, te konfuzioni kthehet në kartesi. Historia e profetit Gjusuf eshte veçanërisht e kartë. U shit si skallav, u burgos padrejtësisht. Ai mund të ishte dorëzuar në dëshpërim. Megjithatë, besimi i tij i palekundur i mundesoi të shite për të isprovave, duke kuptuar se çdo hap e çonte atë drejt fatit të tij hinor. Vëllezër të motra të dashur, pakja e brendshme nuk është në gjë mit i paritshëm. Ajo është trashëgimia natyrore e atij që i dorëzohet plotësisht krijuesit të tij. Çdo sprove bëhet një mundësi. Çdo vështirësi një trampolinë drejt një besimi me të thellë. Nëse kjo reflektim ju ka prekur zemrin, ju ftoj të ndani përvojën tuaj në komente. Si keni gjetur këtë pakete brendshme në momentet e vështira. Mos harroni të abonoheni në kanalin tonë dhe të aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë nga reflektimet tona shpirtërore. Dhe tani, përfundojmë me këtë lutje. O Allah, udhëzo hapat tëne në rrugën e drejta, forko zemrat tona në besim, dhe në dhuro këtë pakete brendshme që kalon çdo kuptim. Në bëj Robert e sinkerte dhe miren gjohes, dhe në mbronga çdo gjë që mund të na largojë prej teje. Amine. Kofte Allahu ju bekoje dhe ju ruaja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.